Në mëngjes apo në mbrëmje, shkenca zbulon më në fund se kur është koha ideale për t'u larë. Për shumë njerëz mendojnë që fillimi i ditës duhet të bëhet me një dush të mirë, ndërsa disa të tjerë preferojnë larjen përpara se të shkojnë në gjumë. Më në fund, shkencëtarët na kanë treguar se koha nuk ka të bëjë vetëm me rëndësinë e dushit, por edhe me aktivitetet tuaja. Nuk ka shkencë që vërteton se të bësh dush në mëngjes ose në mbrëmje është më e mira për ju. Të bëri dush varet nga qëllimet tuaja dhe ato që jeni duke bërë gjatë ditës, por le ta shohim në detaje këtë aspekt. Kur duhet të bëni dush në mëngjes? Nëse keni një lëkurë të yndyrshme dhe keni djersitur gjatë natës, dushi duhet të bëhet në mëngjes, por jo sapo të dilni, të paktën një orë përpara se të dilni nga shtëpia. Nëse keni vështirësi të zgjoheni, dushi i mëngjesit mund të jetë një lehtësim i gjendjes suaj. Nëse keni një punë krijuese, atëherë dushi në mëngjes është një zgjidhje e mirë. Dushi në mbrëmje mund të bëhet kur keni vështirësi për të fjetur, keni lëkurë të thatë dhe keni djersitur gjatë gjithë ditës dhe keni nevojë të pastroheni.